Këtu nuk pati asnjë lloj reagimi, nuk pati asnjë lloj proteste, nuk dolën as edhe 2 qytetarë që të gjuajnë ose të bërtasin qoftë edhe me gur të bëjnë shenja proteste të kësaj natyre, por kaloi gjithçka në heshtje, edhe pse u filmua, u përcoll domethënë me filmime, dihesh që ai do të thojë drejtat, qarqe apo portale, rrjete sociale që duan destabilitet u përpoqen që të manipulojnë ndjesinë edhe atë ndjenjë dhimbje që kishin ato njerëz atje, por nuk arritën që të krijohet një lloj revolte këtill. Ky moment është një moment reflektimi shumë i madh dhe më duket se në dijenin time, pra sa unë kam ndjek në këto vite, në këto dekada ngjarjet, është hera e parë kur kemi një solidaritet qytetar në mes maqedonasve dhe shqiptarëve. Dhe nuk kemi një ndasi pavarësisht se qarqet ndryshme të politikës ose të shërbimeve të tjera apo qarqet që duan një destabilitet ose përplasje etnike nuk arritën dhe mendoj se nuk do të kenë sukses. Se kemi të paralajmëruara reagime, protesta të studentëve dhe të shqiptarëve dhe të maqedonasve, portalet, televizionet dhe media janë të bashkuara në mendim në kontekst të asaj se ajo çfarë sot fajsohet është një rënje e sistemit të drejtësisë, do ta thosha, dhe nuk ka më keq se sa në një vend mos t'i besosh drejtësisë dhe mos të ketë barazi. Neve atje përballemi edhe sot komuniteti shqiptar për drejtësi dhe sot do me thënë u përballëm me një situatë tjetër që asnjëri nuk i beson drejtësisë. Dhe ky është një moment kritik realisht mbi të cilin duhet të reflektojë politika. Se kur në sondazhe besueshmëria tek gjykatësi, tek gjyqësori, del do me thënë në nivelet më të ulët të mundshme, për çfarë ndërmarrjesh, arrestimesh, hetimesh, prokurorie, gjyqësori bëhet fjalë. Do të thotë se kemi një humbje të madhe të besueshmërisë qytetare. Sepse fati çdo kujt që është arrestuar në këtë moment është i paracaktuar, thoni ju, dhe qytetarët nuk besojnë se drejtësia do vihet në vend apo jo. Këtë lloj aludimi kanë me të drejtë për faktin e ngjarjeve të cilat i radhita për përpara. Zoti Taravari, duke pasur në konsiderat që kjo ngjarje sa tragjike nxori gjithashtu në pa edhe një shtet që nuk është i formësuar si duhet, po ka kalbje të përmasave të mëdha në të, sikurse është korrupsioni apo përfshirja e forcave të rendit edhe në atë klub natë madje ku toleronin që fëmijë 14-15 vjeçar të konsumonin pije alkolike. A ka vënë kjo ngjarje në vështirësi koalicionin tuaj me VMRO DPMNE-n? Dëgjoni, këto 6 ditë u bën më, unë kam qenë i fokusuar totalisht në shëndetësi. As pak nuk kam komentu dhe pres që të mbarojnë 7 ditë zije këtu në Maqedoni, ajo nesër mbaron. Jo se nuk jemi duke i ndjek të gjitha zhvillim. Me sa duket kemi një humbje të linjës së internetit me ministrin e shëndetësisë të Republikës Maqedonisë së Veriut. Ju lutem më njoftoni kur të rikthehemi. Zoti Adili, me sa duket kjo përgjigje do pres disi kohë që ta marrim, por çfarë mund të themi për mënyrën se si shqiptarët reagojnë ndaj këtyre ngjarjeve? Fillimisht kishte edhe skepticizëm. Ju thatë që pati solidaritet, por kishte edhe skepticizëm nëse duhet apo jo ne të bëhemi palë me maqedonasit, kur ata nuk janë bërë kurrë palë me ne përkundrejt ngjarjeve të mëdha. Shqiptarët realisht Erione kanë dhënë provimin gjithmonë se janë për një lloj bashkëjetese. Kanë patur toleranca edhe atëherë kur kanë qenë edhe më të sulmuar, dhe këtu bëhet fjalë për një tragjedi e cila prek gjithë secilin, për një lloj pasigurie e cila ushqen hikjen, për një lloj situate e cila vështirë se mund të ndërtosh shpresën për një perspektivë. Në kuptim të kësaj, unë mendoj se gjithë klasa politike pa përjashtim e kanë për detyrë që të ulen, se nuk janë asmëri asnjëri me tjetrin, dhe që të reflektojnë mbi një lloj marrëveshje të mundshme se si duhet amortizuar kjo lloj pakënaqësie, ky lloj mosbesimi dhe revolte e krijuar. E drejtë, zoti Taravari, ju përballë keni gjithashtu një opozit jo vetëm maqedonase, por edhe shqiptare që ju ka hapur shumë probleme në të shkuarën. A do arri presioni i saj të fus Spica apo Xixa në këtë koalicion qeverisës që ju keni krijuar?
nuk e besoj se mund të hap ndonjë problem brenda koalicionit, po jemi duke i ndjek të gjitha zhvillimet, të gjitha ngjarjet, i presim hetimet edhe çdoa që t'i komentoj derisa të mbarojnë edhe t'i shohim faktet edhe argumentet të cilët i kanë hetuesit, gjithashtu edhe prokurorët, po pastaj edhe gjykata. Është e vërtetë që besueshmëria në Maqedoni në gjykata është shumë e vogël, absolutisht ndër 2% ishte para sa muajsh, kështu që hajde të dëgjojmë. Ky nuk është rasti i parë, janë shumë raste. Unë e dëgjova edhe kryeministrin që tha duhet t'i japim edhe rastet e Besa Transit, spitalit modullar, rastit të Laskartës, po edhe plot raste të tjera të montuara ende enigmatike e misterioze. Unë jam pro asaj që t'i hapim edhe t'i shohim, po objektivisht t'i shohim dhe gjykatës me kredibilitet t'i sjellin vendimet. Po mos shpejtojmë në atë. Unë mendoj se tash prioritet mbi prioritetet është gjendja shëndetësore e njerëzve, këtyre që përjetuan këtë krizë, dhe me krenari e them se mbas 6 ditës nuk ka asnjë të vdekur për atyre të cilët e përjetuan ngjarjen tragjike të Koçanit. Unë